Na ishte një herë një mbretëri ku koha rrithte pa pushim mbi çdo shtëpi dhe çdo rrogë. Në këtë vend jetonte një princeshë e re, e quajtur Amelia. Ajo dukej si gjithë princeshat e tjera, e hinjshme dhe e qetë, por brenda saj fshihej diçka e rrallë. Amelia mbante një sekret që askush tjetër nuk e dinte. Ajo kishte fuqinë ta ndalonte kohën për 10 sekonda. Dhe kështu, ditët kalonin të qeta, derisa një ditë gjithçka ndryshoi. Një hije e errët rambi mbretëri dhe drita u zbeh. Lumi u ndal së rjedhuri, sikur koha ta kishte harruar. Zogjt heshtën dhe qielli u bë i rënd. Njerëzit filluan të harrojnë kohën. Fëmijët nuk rriteshin dhe të moshuarit nuk plakeshin. Gjithçka mbeti pezull, e ngrirë në një çast të vetëm. Një magji e vjetër kishte bllokuar rrjedhën e kohës. E vetme, por e vendosur, Amelia u nis drejt kullës së madhe të orës. Zemra i rrithte fort me çdo hap që bënte. Në maj të kullës, ajo ndaloi dhe mbylli syt. Kam frikë të jem e dobët, tha ajo me zë që dridhej. Por e vërteta është se dua ta shpëtoj mbretërinë, edhe nëse gaboj. Në atë çast, koha u ndal. Për 10 sekonda, Amelia pa fijet e padukshme të kohës dhe i zgjidhi me duart e saj. Kur koha rifilloi, gjithçka u kthye në normalitet. Lumi rrithte përsëri, zogjt këndonin dhe njerëzit buzëqeshnin. Që nga ajo ditë, Amelia mësoi se e vërteta është forca më e madhe dhe se një princeshë nuk ka nevojë për kuror për të qenë e fuqishme. Dhe koha vazhdoi të ecte, pak më e mençur se më parë.